Kosovës i duhet sërish Partia Demokratike e Kosovës, unë po tërhiqem duke e ditur se PDK-n po e lë më të fortë se sot që e gjeta paknacit e hatërmbetjet le të përkasin të kaluarës. Uniteti duhet të përkas së ardhmes. Kosovës i duhet sërish Partia Demokratike e Kosovës, Kosovës i duhet secili prej jush dhe çdo antar i devotshëm i familjes sonë politike. Të nderuar kolegë, të dashur delegatë, leadershipi nuk matet se sa fort e mban një pozicion, por me atë se sa përgjithshëm e lëshon atë e dorëzoj sepse po. Pas gati 1600 ditësh shërbimi së udhëheci juaj, besoj se PDK ka nevojë për një momentum të ri, për një kapitull të ri, teksa përgatitet për zgjedhjet nacionale të radhës. Unë nuk po largohem prej lodhjes, nuk po largohem prej zhgënimit, përkundrazi. Po bëj këtë hap sepse besoj thellë se PDK ka nevojë për energji të re. PDK ka nevojë për një moment të ri unifikimi. Dhe PDK ka nevojë që kryetari i saj të jetë edhe kandidati jon për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Po bëj këtë nga përgjegjësia, jo sepse shtëpia jonë është e thyer. Faleminderit. Pra po bëj këtë nga përgjegjësia që ndjej, jo se shtëpia jonë është e thyer, po sepse është mjaftueshëm e fortë për të ngritur në lartësi të reja. Unë po tërhiqem duke e ditur se PDK-n po e lë më të fortë se sot që e gjeta, andaj dua ta them qartë. Kryetari i ardhshëm do ta ketë mbështetjen time të plotë. Ai duhet ta ketë mbështetjen time të plotë. Ai duhet ta ketë mbështetjen tuaj plot. Duhet ta ketë mbështetjen e secilit aktivist, secilës degë dhe secilit antar të familjes tonë politike. Tani paknacit e hatërmbetjet le të përkasin të kaluarës. Uniteti duhet të përkas së ardhmes. Nga ky moment, kryetari i ri do të jetë zëri ynë, uniteti ynë, forca jonë. Kjo është ajo që bëjnë Parti Demokratike moderne. Garojnë, votojnë, pranojnë rezultatin dhe pastaj rigrupohen e bashkohen. Me kryetarin e ri dhe me mbështetjen e secilit prej nesh, PDK do të ecë drejt fitorëve të reja, sepse PDK e bashkuar është PDK e pandalshme. Kjo konvent nuk po zgjedh vetëm një udhëhec, po përgatit një parti për përgjegjësi shtetërore, për qeverisje, për të ardhmen e Kosovës. Dhe siç ka thënë dikur dikush, leadershipi dhe të mësuarit janë të pandashëm nga njëri tjetrit. Gjatë gjithë kësaj kohë kemi mësuar shumë. Kam mësuar edhe unë, sidomos nga vendimet e vjetra që kemi marrë ndonjëherë. Sepse për shkak të ambicjeve individuale, që megjithatë janë demokratike, ka ndodhur që t'i vendosin votuesit tanë pozitë pa drejtë, të vështira, pa favorshme ndonjëherë. Unë e pranoj këtë sot me sinqeritet dhe përgjegjësi. Prandaj, sot nga kjo foltore, dua t'ju bëj një thirrje të qartë të gjithëve, që të qoftë edhe një herë gjatë jetës tyre kanë thënë unë jam PDK. Ejani, bashkohuni, rikthehuni në shtëpinë tuaj politike,